Dyshimet e mia janë shumë, pak me thonë, më thonjza të rënda. Edhe ajo e ka ditë rastin edhe ma ka përhup. Më ka thonë, jo, nuk është e vërtet. Baba i do me thonë nuk i ka tregu as gruas. Edhe e ka ndodhë krejtësisht pa dëshiren e gruas e tij. Nuk i kam folë 2 javë për këtë vendim. Nëse ajo do pranonte të fliste kështu me mu, si kur ti, besoj që do ja thoja fjalët më të mira që ekzistojnë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Tume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Kosovë, në fakt do të hap dritare për një zonjë, e cila nuk kërkon të identifikohet dhe respektoj vendimin e saj, por do na shpjegoj një situatë shumë të rëndësishme për një live që ka ndodhur përpara disa ditëve këtu në të dritaren time. Në dritaren time përpara disa ditëve ka qenë një vajzë e bukur nga Kosova me emrin Vlora, e cila ishte një fëmijë i birësuar dhe kërkonte nënën e saj biologjike. Ajo tregoi momentet e saj të fëmijërisë, si e mësoi që ishte një vajzë e birësuar dhe dyshimet e saj për babain birësues. Kjo zonjë, e cila ka jetuar aty afër, di shumë për Vlorën apo për Vlerën, sepse Vlora është quajtur Vlera, por në momentin që vajti në këtë familje, ju ndryshua emri dhe ju vendos Vlora. Kjo zonjë nga Kosova e njeh shumë mirë këtë histori dhe kërkon ditën e sotme të na ndihmojë, kështu që është duke më pritur, hap dritaren dhe e përshëndes. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Si jeni ju? Mirë, faleminderit. E dashur, ju më keni dërguar një mesazh se keni një informacion për Vlorën, vajzën nga Kosova që ka qenë live me Odetën dhe kërkon të mësoj të vërtetën për nënën e saj. Unë të vërtetën për nënën e saj nuk e di, po si rast e di shumë mirë, edhe veç disa me tregu që thoj që ajo, unë e kam dyshime për babin që është babi biologjik. Nuk është e vërtet se për të njëjtit vend jena, jam edhe unë, atë vajzën se kom njoftë se shumë e re, po babën ja kom njoftë se në fshatë këtu, do më thonë, njifmi gjithë me zveti. E qartë. Edhe në atë kohën kër e ka marrë ai qatë vajzën, Florën, më duket se ka bile Vlora emnin, ai ka marrë se jetimorët në Kosovë janë kanë shumë të garkume, edhe shteti ka bërë thirrje me ndihmu. E qartë. Edhe se unë në qatë kohë, unë 2001 kam djalin, dojshim në gjithë si familje e marrë për ndihmë. Po i kisha unë dhe të vllaznijat mi fëmijët e vogjël edhe kena mujtë të më thonë për shkak të fëmijëve tanë mi marrë. Edhe kur tha që jena kanë familje e varfën, kanë pas një pension të vogël, një rrogë të vogël ndame për ata që kanë marrë, të më thonë fëmijë që kanë ndihmu shtetin. Janë ndihmuar nga shteti, gjithë. Po, janë ndihmuar nga shteti edhe po. Edhe do me thonë ja kanë rregullu krejt kushtet për bebin, për dhomën, shteti ka rregullu. E di shumë i rastin se vllaznijat mi e kanë pyet babën e Vlorës se edhe këta dojshin me kontribuatin. Po. Edhe e di shumë qartë e ka marrë se ajo kur thoi që babi jem ka dash me kontribut, më thonë nuk e ka marrë pse s'ka pas fëmijë, po e ka marrë për kontribut. Që aty kanë krejt ideja kësaj. Babi kësaj është gjenerata jemja. E qartë, i ndjeri se ka vdekur. Po, e di ka vdekur, po. Pra, është bërë një birësi për të fituar dhe kontributin që jep të shteti i Kosovës. Po, edhe ka ndihmu, se shteti ka ndani një buxhet vogël, po ka ndihmu, ka pas zemër. Edhe që thoj që fëmija e tina nuk ka qenë avanturista i për me thane ka një fëmijë diku në një, jemi rrit me një vend. Pak problematika që në fshat, po jo avanturist. Kështu problematik i kënë që më konë, së konë nëjë problematik me thënë ka bo nëjë donë, nëjë se, jo. E kuptoj. Si familje varfën kanë qenë, edhe vazhdojnë më kanë, më duket se qashtu, se ta shëtë unë jam e martu me nuk jam o të vjetu. Je larguar. Po. Mirë po, rastin e kom njoftë, kështu e kemi pas marrë rastin shumë personal për vetina.
edhe më kujtu me njëherë si rast si e pash, se unë krejt programat i përcjellë, asnjë nuk e di që nuk e kom pa. Falenderoj. Edhe si e pash si rast, vajza nuk e kom njohur për rastin kur e tregoj ti domethënë unë me njëherë veç e kom pa për kanë është fjala. E qartë. Edhe për këtë arsye thash dyshimin e babës që e pat ajo është domethënë 100% e sigurt që nuk është e babës vet. Se ai gjithmonë ka tregu për vajzën që po rritet me të vërtetë ka dash shumë në përfshat kur u taku me neve, vajza e ka bo kaq, edhe tjetra ajo kanë me çikin e vllavit tem në një klasë. E kuptova. Po. Ajo dyshonte se mund ishte babai biologjik sepse jo. E dyshonte ajo sepse nëna nuk e ka dashur kur birësimin e saj. Po, babai ka tentuar. Odeta, edhe burri jam shumë ka pas shef me marrë një fëmijë, po unë nuk më kanë gatshme për me rrit se 2001 e kam djalin tem. E qartë. Këtu kanë ideja edhe pse ka pas shumë fëmijë në përjetimorët e Kosovës, se këtë fëmijët jo rasti Vlorës, se nuk e prek domethënë me mosh, se këtë gratë dhe vajzat e dhënume që kanë lindi kanë qu fëmijët në jetimore në gjatë luftës. E qartë. Në kohën e luftës. Edhe viti 2000 edhe tutje jetimorët si një kanë përballu ma fëmijët. Ka pasur shumë. Edhe për shto kanë bo thirrje, kanë bo thirrje publike. Me na ndihmu. Ju lutem me na ndihmu. Se fëmijët po hekin, domethënë keq janë tu rrit keq, si s'pësën pi përballojmë. Edhe kanë pas shumë që kanë marrë kështu. Po jo që janë konë fëmijët e vetë. Po rasti i Vlorës me qenë se është 2001, nuk ka mundësi më konë fëmijë i një ngjarje domethënë si soi të numbe, se nuk e merr koha. Ajo realisht e dyshonte këtë gjë thjesht fakti që ka pasur një lidhje më të ngushtë me babain e saj. Se sa me nënën, por bëre mirë që na i sqarove këtë pjesë që e njeh mirë nënën dhe babain dhe është bërë një birësim duke ditur që shteti ka bërë thirrje në atë kohë, por ajo dyshonte që s'ka mundësi se nona, e thash edhe më herët, nona për shembull unë kisha dashur me rrit një fëmijë, po tu i pas që ata fëmijë të vetit kanë e lodhshme me marrë edhe një janë. Por që tonë kanë kundra, pse kanë kundra Vlorës, po është kanë kundra se burrat i bin fëmijët në shtëpi dhe ti dush me rrit. Gratë, merren më shumë, me qartë. Edhe ajo po që ata kanë kundra. Ata kishin fëmijë, kishin se e di rastin, e njoh shumë mirë rastin. Edhe s'ka shansa, nuk është kjo e vërteta. Nështë ajo ka dyshu se vajzat ma shumë i përgdhelin baballart. Edhe ka mendu që është baba e vetë, po s'është ky rasti. Edhe ka pas baba në shtikon shumë i dashur, shumë prej fshati e ka dashur. Ajo, kur më tregoi momentet që kishte humbur babain u prek dhe mu dhimbs Vlora, sepse realisht është në një moshë që kërkon të mësoj të vërtetën se kush është dhe nga vjen, dhe mbi të gjitha në një farë mënyrë kishte drejt të dyshonte që një familje, se ajo nuk e koncepton, ka lindur 2001-shin, një familje që kanë djem pse duhet të birësojnë, kanë fëmijë dhe pse duhet të birësojnë, dhe këto ishin dilemat që ajo gjithë jetën i kishte bruajtur brenda vetes saj, dhe më preku kur më tha që nëse e gjen nënën time aty në rrethin tim, nuk dua të ma tregosh. Jo, se kur ta nuk më tregojnë hallat edhe xhallalart. Ka tash kjo i ka vllaznin, edhe janë kështu si familje pak problematike, nuk do të me hin konflikt nëse është se di. Edhe por që ato s'kan dash nështë sigurisht që të versionja kanë tregu pa e nuk e beson. Po ai edhe gjatë kohës përgatitjes para se me marr fëmijën, na e dim se e ka bërë shumë publik, ka thënë du me marr. Unë s'kam vajzë, kam qef me pas vajzë në shtëpi, edhe du me marr se kështu është puna. Qashtu në fukar Allah du me rrit me fëmijët e mis, gjëna më konë pa kujdes atje dikusha, dhe një bile unë muj me marr. E dim që i kanë bërë përgatitjet ma herët. Mirë po, pse s'ka qenë ona vetë akord, ajo dhe më thonë krejt problemi është që i ka pas mitu i rrit vetit. Dhe bëre mirë që na i shpjegove këtë situatë duke ditur që i ke njohur familjen e Vlorës, që edhe ajo ta kuptoj qartë, unë do t'ja shpjegoj që je fëmijë i birësuar, sepse ajo kishte marrë një informacion që nëna ishte nga Peja. Dyshonte që nëna e kishte edhe nga Peja. Ajo ka shumë mundësi se fëmijët jashtë martesës i lindin në qytete tjera, zakonisht nuk mund se Peja ka spitalin, ka mujt me lindë në Pej, po kone e situatë asisoj që për mos me marrë vesh, dhe më thamë për mos me kuptu rrati ku ka jetua, e ka shuvalin në Pej, nuk është as për mu që dit kjo punë.
E qartë që mund të jetë edhe kjo situatë. E dashur, unë sinqerisht të falenderoj, sepse çdo telefonat, çdo ndihmë që mua më jepet, më ndihmon shumë në punën time kërkimore. Kjo na lidhet shumë me kohën e luftës, se shumë kanë lindë fëmijë si pasojë e dhunimeve. Edhe lidhet edhe që ajo kohë ka qenë mandej, domethënë ka pas ngarkesa të mëdha nëpër jetimorët, edhe kanë bë, domethënë kësaj, mo nuk bëhen, kërkush nuk ta jep më fëmijën, me diçka çfarë kërkesa në Kosovë dhe nuk ta jep fëmijën për jetimorës, pa i plotësuar gjitha kushtet. Edhe këtë javë kanë thënë se ka pas nevojë shteti për një ndihmë në këtë aspekt. Ndaj ka bërë detyrje. Në fakt në 1999 ka qenë viti më i vështirë i shqiptarëve të Kosovës dhe ma më kujtohet një histori që kam trajtuar emigrant, është larguar në Kosova, jeton në Firland, mos gaboj me familjen, kur zbuloi që babai ishte serb dhe nëna e tij ishte abuzuar seksualisht, ishte një tronditje për të. Zakonisht fëmijët e dhunimit luftës nuk i kanë mbajt nonat. Si kanë mbajt, se edhe familja vetë, se ata i kanë dhënë para familjes, se kanë ditë qysh, po qaqurrejtja u kone madhe për Serbin, s'kan dash me marrë fëmijën e aty, kanë lindur dhe kanë lënë shtet. Është dhimbje shumë e madhe. Për gjithë ata fëmijë që kanë ardhur në jetë në këtë lloj forme dhe të mendosh që ata janë rritur në Kosovë, në familje shqiptare dhe ndihen 100% shqiptar, dhe nëse babai mund ta kenë serb dhe tronditen kur e mësojnë të lajm, dhe janë histori që edhe unë jo nuk dua t'i bëj, por duke u përballur me këtë lloj realiteti dhe duke ditur historikun e Kosovës, kam të vështirë t'u përcjell nëse vërtet zbulohet që babai i tyre është një shtetas serb dhe të mendosh që kanë ardhur në jetë nga një abuzim seksual, është fatale, është e dhimbshme. Shumë e rëndë, po, kështu kemi pas pati na. Se shumë e rëndë, po, shumë e rëndë. Tash po dalin krejt nëpër media po tregojnë, po e rëndë, shumë e rëndë është. Unë uroj që Vlora të ketë ardhur. Vlora se nuk e merr mosha Vlorën më kanë si pasojë e dhunimit serbios, është 2001. Domethënë 99 veç ka përfunduar këtu gjithçka, s'ka shansa 2 vjet fëmia më kanë talin në barkun e nanës. Jo, nuk po veç ngarkesat e mëdha e kanë bërë që Vlora domethënë u pirsu. E qartë, por unë uroj që Vlora të ketë ardhur në jetë nga 2 prindër që të paktën ta kenë sjellë me dashuri, dhe uroj që t'ia gjejmë nënën dhe ta pranoj, se këto janë histori që bëhen dhe sekret, jo vetëm në Kosovë, edhe në Shqipëri. Ka fëmijë të braktisur që kërkojnë prindrit dhe nëna ka vazhduar jetën dhe e ka mbajtur sekret gjithë jetën. Ato ndodhin çdo ditë, po kjo pjesa e Kosovës, ajo pjesë kur Vlora domethënë është birsu, kjo është shkret shkaku i asaj, domethënë i luftës, edhe ato ngarkesat e mëdha nëpër institucione i kanë bërë që fëmijët mi shpërndanë për familje. E qartë që të birsoheshin, e kuptoj, një ngarkesa e madhe. Po, se ajo thoi që babi ka dash me dhënë kontribut, domethënë ajo thoi që mami jo. Po. Domethënë ai se ka birsu, veç ka kontribu. E qartë. Se ka birsu për nevojë, po ka kontribu. Është e qartë. Unë nuk e kam familjar, babin e asaj, po e njoh se tash një radhë vogël, të jemi në fshat dhe një fëmijë shumë ne kam gjenerat. E një historikun e Vlorës, domethënë ai para se ta birsonte ka deklaruar në fshat që do birsojë një vajzë. Po, dhe më tash, kreti ka frymëzuar, kreti mendojshin që me marrë nga një fëmijë me rrit në për ambientet shtëpisë, se atje ka shumë fëmijë, nuk ka kush i kqyr, ka shumë pak, domethënë edukatore, ka shumë pak kujdestare, s'ka pas se mas lufta mandej u kanë edhe problem, mu punësue, me pas paga s'kan pas. Situata e vështirë, e qartë. Situata ka qenë shumë e vështirë. Por edhe si soi kanë bërë, ka plot familje që kanë marrë, nuk është vetëm kjo. E qartë, unë kam shumë denoncime nga Kosova. Mua shumë fëmijë të rritur sot, me familje, më telefonojnë që janë fëmijë të birsuar dhe kërkojnë prindi biologjik. Ka shumë histori dhe sidomos viti 1999. Po, ajo është diçka tjetër. 99 që i përfshin në 90%. Është plaga më e madhe e Kosovës. Aty shumë problem, domethënë është mi gjetë se dhe nuk e emërohen, se duhet me tregu histori.
Dhe këto janë fatkeqësira. E dashur, unë sinqerisht të falenderoj që më ndihmove me Faleminderit, do të më jep kënaqësi. Dhe faleminderit për gjithçka, kështu që të përshëndes nga Tirana. Gjithë mirat, kalofshit mirë. Mirupafshim. Ma e mira inshallah botë për Florën. Të lumë goja, amin, lutem që ta gjejmë nënën e saj, dhe pse unë shoh që ajo është nga Peja. Nuk e di pse kam atë parandin. Besoni, po, ju lumtoni në Pej se e gjeni. Uroj të më telefonoj. Peja nuk është shumë afër prej nesh, din se unë kam qef shumë me kontribuar dhe njerëz kam shkruar për një rast për Izraelit, po derisa ma kin lexuar mesazhin veç u gjet. Kam shkruar në Facebook moti. Për çashtu ishte diçka për një treg që janë takue. Edhe mu isha se në Prizren na jetë mësuar rek, Prizren Suarek është shumë afër. E qartë. Mund të njëri me kontribu, po. Odeta kënaqësi. Edhe për mua kënaqësi e madhe. Mirupafshim. Kalofshit mirë, sukseset. Faleminderit. E dëgjuam këtë zonjë e cila na tregoi se babai Birsos, ai që e rriti Vlorën, ku vetë Vlora dyshonte se mund të ishte edhe babai biologjik, ajo na i shpjegoi që jo. Ai ka qenë babai Birsos, i ndjeris, është larguar nga kjo jetë, pasi në atë vit jetimorët e Kosovës ishin të mbingarkuara dhe shteti ka bërë thirrje që familjet të vetë ofroheshin për të birsuar. Kështu që Vlora, sipas këtij informacioni, është e birsuar dhe ato dyshimet e saj që i dhimte shpirti në fakt kur e mendonte se nëna e saj biologjike mund të ishte aty afër dhe më preku kur më tha nëse nëna ime biologjike mund të jetë afër rrethit ku unë jam rritur sepse mendohej që babai mund të kishte tradhuar gruan dhe e kishte sjellë jashtë martese këtë fëmijë, unë nuk dua ta njoh nënën time. Sot me këtë dëshmi jedhim poshtë këto dyshime dhe vazhdojmë në pistën ton aty ku dyshohet se nëna është nga Peja, por nuk dihen arsyet pse ajo foshjen e saj që ju vendos emrin Vlera e lani jetimore dhe pastaj ajo foshnjë u birsua nga një familje që u rrit me shumë dashuri, ajo kishte edhe vëllezër Vlera dhe sot ajo quhet Vlora, në fakt ka emrin Vlora dhe njihet me emrin Vlora. Por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur atë intervistë që unë realisht u preka nga Vlora Bukuroshe, dua ta jap ditën e sotme, kështu që do e ndjekim edhe një herë intervistën e Vlorës, jep shumë detaje për jetën e saj, na ndihmoni të gjejmë nënën e Vlorës nga Kosova. Vlora, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga për momentin jam në Sloveni, po jetoj në Sloveni, tani mes Kosovës dhe Slovenisë. Je shqiptare nga Kosova? Po. Nga cili vend i Kosovës? Nga Suhareka, por e martuar në Malishev. Në Malishev. E lexova të gjithë mesazhin që më dërgove. Po. Çfarë ka ndodhur? Ti do të zbulosh të vërtetën e rrënjve biologjike të familjes tënde? Po, edhe këto nuk jam të e kërku prej sot, apo për që nga dje, jam të duke e kërku shumë moti, po pa rezultat. Të me thonë, kom qenë në këtë institucionit e mundshme, në për sociale, në për vendet ku muj me marrë informata, po që nuk o marrë, pa rezultat, gjithmonë e shgënjime. Dhe kom vendus me të shënu ty, se ashtu të më kanë dalë në Instagram videot e tua, po është një histori shumë e gjatë, shumë dyshime, shumë pikpyetje. Dyshimet e mia janë shumë, pak me thonë izat të rënda, që ka njerë bi kontradikt me veten, herë menoj ashtut, e herë kështut, nuk e di njerë, është pak e kritikume si rast. Dua ta dëgjoj historinë tënde. Ju jeni një fëmijë i birsuar? Po, e adoptuar nga babai im jo biologjik, ashtu që unë e di që është jo biologjik, tash me i ndjerë. Është larguar, më vjen nga keq. Po. Jeni birsuar në çfarë moshe? Ashtu që unë e kom dëgju, që nga, do me thoni, kom pas 6 muj. Atëre, ju keni lindur, mund të më tregosh? Në Prishtinë. Jo, Prishtinë po, datën dhe muajin. 9 gusht. 9 gusht të kujt viti? 2001. Në vitin 2001. Dhe ti ke mësuar që kur ke qenë 6 muajshe, babai jot i ndjerë me gjithë nënën birsuese, të kanë birsuar.
Po, normal me dëshira ka qenë e babës, ju e nënës që më ka rritë, po më shumë ka qenë dëshira e tij, edhe nëse këta tjerë të kanë këtë kundër, ai ka qenë shumë vullnetar, me thonë që më mbyrsu mu. E dashur Vlora, sa vjeç ke qenë kur e ke mësuar këtë të vërtet? Shumë herët, kur i kom pas diku 10 vjeç, 11 vjeç, kanë fillu ato dyshimet e mia të para, po kështu kur e kom vërtetu tamam, i kom pas diku me thonë 14 vjeç, 15 vjeç, ku e kom vërtetu tamam, kështu që jam fëmijë adoptues. Por kur ishe 10 vjeç, çfarë ti ose çfarë kuptove që nisen ato dyshimet në kokën tënde që ishe fëmijë i birsuar? Dyshimet e mia janë konë se të i pas parasysh sani që ndodhshin në shtëpi aty, u sillshin gjithmonë rreth meje, do me thonë. Që edhe nëse diçka që nuk e kom bo unë, e ka bo Vlora, abdin qatë sen, edhe nëse unë nuk e kom bo, edhe e shisha babin apo mamin i kishin ato problemet e veta me zveti, ku në çdo konflikt që kanë pasur ata dy, kom qenë unë, si me thonë ajo muza sherrit, amo jo unë që kom bo diçka, po thjesht i kanë pas ata menoj mos marrëveshjet e tyne, sepse nona që më ka rrit, normal ajo nuk u kanë vullnetare për më marrë mu, po babi nuk e ka pyetat edhe më ka marrë mu. Do me thonë nuk kanë pa dëshirën e nonës që më ka rrit. Nashta për kupton çfarë po du me thonë. Edhe me këto normal sot e kom vërtetu tamam edhe kom fol normal edhe me nanën që më ka rrit edhe më ka tregu që ajo nuk ka pas shef. Normal nuk ka pas dëshirë për më adoptu mu babi, po ka bu pa vullnetin e sajna. Edhe do me thonë qatë ku e kom kuptu që diçka nuk është në rregull, se çdo sen si me thonë këtë bota u sill ke rreth meje. Tani një ditë për një dite, se në shkollë normal këtë e kanë ditë, po nuk ma kanë bo me dije. Se zakonisht fëmijët e birsuar e mësojnë nga shokët dhe shoqet, që... Po, zakonisht e mësojnë, po jo, nuk e kom mësu për tyne, absolut jo. Normal edhe i falenderoj që nuk më kanë bullizu ashtu, nuk më kanë përmende, po kom kuptu vetë, edhe një ditë për një dite, me shoqen tam të ngusht, jemi kanë edhe unë pitham, Albiona pitham, që ky rast, jem të dyshu shumë që është të ndodhë diçka në shtëpitem, që është të ndodhë çdo sen rreth meje, po unë jem të dyshu që sen që unë nuk jam tamam vajza e tyre. Edhe ajo e ka ditë rastin edhe ma ka përhup, më ka thënë jo, nuk është e vërtet, sepse edhe unë ndonjëherë kur përlana me babin, apo me mamin, apo me vlezrit, me motrat, edhe unë mendoj që të sen, po jo nuk është ashtu. Pastaj, unë e prapë më fillu me dyshimet e mia, çdo ditë s'ka pas kush më ma hek, edhe pse ma përhupshin, po në prapë më vazhdu me këta. Përballja jote e parë ishte pikërisht momenti kur ky person të tha që ka marrë një fëmijë të birsuar dhe ishit ju, Vlora. Aty e vërtetova tamam, po unë prap doja ende me luftu me po diçka me dokument, do isha me po diçka që për një me është puna që shtut, deri sa erdh puna dhe deri aty që me po edhe me dokument. Gjatë saj kohe nuk e more guximin të flisje me nënën ose babain? Komajt shumë në veti se babës tem që i ndjeri tashmë. Ja kom pas, si me thonë, hatrin shumë, edhe e kom respektu, dhe me thonë, heshtje shumë, nuk kom dashtë unë ato me pyet për këtë çështje se mu doki që unë këta të mundin që ka bu për mu doki që unë nuk jem të ja ditë mu doki që këta të mundin që ka bu për mu nuk jam falenderuse për ta. Edhe nuk kom dashtë me bo me një farë mënyre mu një keq ata dhe mu mërzi. Falendoje. Po, edhe për këta nuk kom dashtë. Ma shumë kom dje me folë normal me baba, se sa me nanën, se nanën të e marrë parasysh që nuk u ka normal ajo vullnetare për birësimin tem, po ka qenë babi, edhe nuk kom mujtë me folë se s'kom deshtë me bo mu një keq, ata. Flora, nuk dua të lëndoj, se kuptoj që ke një histori të dhimbshme. Si ka qenë marrëdhënia jote me nanën? Ajo të ka rritur, sido që ti edhe pse nuk ka qenë vullnetare që të birson. Normalisht, sido që
të jenë kanë punë, sido që i kanë pas mosmarrëveshje normal me babin, çdo kohë që jenë kanë punë, unë prapë normal kam respekt, sepse më ka rrit, edhe jam shumë mirënjohëse, se nështë ta kisha mujtë ku me di që më kanë. Jam mirënjohëse se sot kam kriju familjen tem, kam bo vajzën tem, jem rrit, edhe mirë kemi kalu, po ato mosmarrëveshje që i ka pas normal me prindin, që ato pak më kanë bo muni shumë keq. Më kanë bo muni që jam shumë e tepërt aty. Kupton. Me sa kuptoj, lidhjen më të ngushtë e ke patur me babain se sa me nënën? Me babën po, se baba më ka bo muni që për një me jem e vladi ti. Apo kupton? Edhe kom dje tamam si kur më konë baba jam. Tamam. Gjithë e kom dje, deri sa unë tash në këtë moshë që jam, deri sa unë këta që e kom dje për ta, unë e dyshoj dhe them, që shko mundësi, them, okej, në regull, se disa thonë, apo ti normal ata të kanë rriti dush mi dasht, okej, unë nuk jam kundër, po ndjesin që e kom pas për babën tem, nuk e kom pas për ata tjerë. Do me thonë për ta kom pas tamam ndjesi si kur baba jam biologjik, e jo biologjik. Ata kanë pasur fëmijë të tjerë? Po, unë kam 5 vëllezër nga ta, po. Dhe unë jam e vetmja motër. Mos gaboj, në nuhatjen time, ti dyshon se babait ka sjell një jetë me një grua tjetër dhe të ka sjell në familje? Ashtu e dyshoj, po. E dyshoj për vetëm në arsye sepse në atë kohë unë kisha 4 vëllezër kur më ka marrë më babi dhe më ka dërgu më në shtëpi, unë i kisha 4 vëllezër në shtëpi. Edhe normal dita ditës unë e të menu që të sen, ku më thonë më ka duk absurde me shku me adoptu një vajzë, të i pas 4 djelë të shtëpia, apo kupton? E qartë, të kupton. Edhe këtë e kom mendu unë, edhe kom thonë mosmarrëveshje që i ka pas me gruan, kom menu që kanë ardhur deri që tu për që të sen, se ndoshta po ashtu është që babai do me thonë nuk i ka tregu as gruas. Po mendoj unë për këta. Edhe për që si ka tregu për historinë tem, tani kanë ardhur aty deri tek mosmarrëveshjet. A kupton? Pra, konfliktet në shtëpi kanë qenë për shkakun që babai të solli aty në atë familje dhe të birësoi. Po, se ndoshta edhe nana që më ka rrit i ka pas dyshimet e veta si grua. Kupton, se normalisht se çdo grua po të ma bjerë më burri, tash mi fëmijë mu, unë normal automatikisht kam mendu që nuk është i huaj, po veç nëse është i tij, a kupton? Nana nuk e ka marrë kur atë përgjigjen tamam, a kupton, prej babës. E dashur, Vlora, babai derisa u largua nga kjo jetë, ti nuk pate kur guximin të flisje me të për këtë çështje? Asnjëherë. Për fat keq jo, nuk e kom pas guximin kur, edhe pse ai kohëve të fundit disi, sepse ai vdiq në jo natyrshëm, vdiq do me thonë duke I bërë dëm vetës. Dhe në momentet e fundit të vdekjes më ka përmendur mua. Dhe prej aty kanë filluar dhe më shumë konfliktet. Kupton? Se unë kisha edhe 5 vëllezër tjerë, dhe me thënë ma I vogli është diku 15 vjeç. Dhe pastaj thonin pse ka përmend Vlorën e nuk ka përmend vllaun tim. Pse e la amanet Vlorën, dhe me thënë mu në çastet e fundit jetës ti, më kalon amanet mu, tek gruaja ti, dhe me thënë të nana që më rriti. Ashtu si më ka thonë ajo mu. Kupton? Se unë nuk e kam dëgjuat, po me atë që më ka thonë nana, po ta them edhe ty. Ti raportet me 5 vëllezërit si ke? Mirë I kem dashni me zvete, po vetëm që qëto konfliktet, qëto dyshimet, këto pikpyetjet pak në kanë, si me thonë, në kanë largu paksa, sepse edhe për ta është, nuk është ata nuk kanë qef, unë më kanë mutër aty me tamam, edhe pse më thonë që edhe nëse nuk je, po edhe nëse je është gjithmonë I njëjta për ne. Po e ndjej që pak
e kemi një largësi tashmë, prej momentit që ka vdek babi, çdo sen ka ndryshu, do me thonë, raporti, lidhja, gjithçka ka ndryshu shumë. Ti je rritur me ta? Po, ne më rrit me ta, po. Nëna është gjallë ajo që t'ka rritur? Po, është gjallë ajo, po. E dashur Vlora, ju e vërtetuat këtë gjë në një moshë madhore, le të themi, ishit e rritur kur e vërtetuat plotësisht që ishe fëmijë i birsuar dhe këtë gjë ta pranoi dhe vetë nëna. Normalisht, unë kur e kom kuptu, kam qenë e mitër, s'u me thonë që jem kanë e madhe, kam qenë hala fëmijë. Po, nisën dyshimet, e qartë. Po, atëri kisha dyshimet, por nuk me thonë që nuk e kom vërtetu gjatë kohës se kam qenë i mitër. Unë kam qenë i mitër, kur vetë se e kom vërtetu tamam, që unë nuk jam vajzë atyre. Pastaj, me rastin që i kom pa edhe dokumentet, ku shkrujke emën tjetër e mënyrë qysh ma ka ndru emrin, kupton? Si ke pasur emrin? Ditarin. Të me thonë kam pas një ditar. Ditarin e foshnjës ku ke qënë. Si ke pasur emrin? Ditarin e foshnjës, edhe atë e kom pa vetën, vetë e kom gjitë, e kom pa, po ditarin kërë kom pa, kom qenë ma i vogël. Nuk kom mujtë me kuptu mirë, se normalisht kërë jema i vogël nuk mundesh me i menu senet ma mirë. A i ditari ishte në shtëpi, e ke gjetur në shtëpi? Po, ata kom gjetë në shtëpi, po biles kërë jem kanë ma e vogël, atë ma ka tregu baba. Po atër kom qenë e vogël, e nuk e kom kuptu. E qartë. Për çka po bëhet fjalë. Pastaj me kalimin e kohës, normalisht baba jam, gjatë kohës kur ka qenë i dehur atëherë asaj kohe, mba tregu që ti nuk je vajza jam, dhe me thonë të kom bjërsu, po jo diçka konkrete. Po në atë kohë kena përjetu shumë keq, sepse edhe ai qajke, edhe unë e qajak edhe nuk është që kemi mujtë me bisedu, sa ne kom qenë edhe ma e ri. Se po t'ishte sot kisha pas shka me fol, po atëherë jem kanë normal fëmijë dhe pastaj e kom lënë çdo sen me rrjedh vetë. Por pas ka pasur një moment në jetën tënde që ke folur me babain të ndjerë dhe ai ta ka pohuar me gojën e vet që të kam birsuar. E ka pohuar për gjatë kohës që ishte i dehur, por nëna e ndalojke më tregu se shkak që unë isha shumë e ri, apo kupton? E qartë. Edhe më pa të marrë mu atë natë kërë më pa të regu, pa të më shku diku me një shitore, pa të do me pi, me hangër, pastaj kur dolim prej aty, hajde thiki qika em, thiki po më mbytëm i thiki bashk. Më thysha jo, thysha se kemi jetën përpara, du të me jetu, e më knashna me zveti, por atë kishke ashtu të ishte i dehur. Por unë i kom dhënë normal gjithmonë kështu shpresë, edhe nuk është që unë ja kom bu shumë të randë qëtë histori. Nuk është që ja kom këthy me të keq, çdo herë i kom mojtë senet në zemrë që vish mësë më lënduaj, mësë më një keq. Po ashtu ishte shkrujt me shkoj, vdiq, ashtu të keq. A i ka për vetë vrasje? Po. Por pse? Ishte rënduar shumë nga ana psikologjike? Mu më duke, po normal Covid fundit, se sa shkoja 3, dhe me thonë, nga Malisheva në Suharik. Mu duke se nuk mu i kemë mu bërë rahat mu, edhe mu nuk më lejke me flejt në katin e dytë, po gjithë më dhe këti ke me flejt këtu me neve, dhe me thonë me ta dhe me nanën, edhe për gjithë asaj kohë, unë e kom djetë që babi nuk është mirë, është të thellësisht mrena, sepse rike të natën qutë, pike cigare shumë, u do ki që është të rëndu diçka. Edhe pas kësaj, normal, ndodhi që është ndodhi, nuk është kanë mirë babi, jo. Unë e mene që së është kanë mirë, shpirtnisht. U do që gjithmonë diçka e ka rënduat. Edhe nuk ka qenë normal hera par ai që ka tentu për atë punë, o kanë e dyta herë më duket, derisa ma e bani atë që vdish militar. Në shtëpi? Jo, në shtëpi, dikun tek lumi, aty për rreth lagjës tonë.
Dhe kjo ngjarje ka ndodhur çfarë viti? Viti 2021. Qofti parajsës dhe më vjen keq që e ke humbur babain. E dashur Vlora, dua të pyes, me nënën tënde ke folur ndonjëherë pas vdekjes së babait? Me këto që më ka rrit? Po, sa ajo që të ka lindur ti nuk e njeh kush është? Okej, po. Po, kam folë se e ndjesha që atë është duke e vra diçka, përdet me në arsye që më kalon mua manet babi, edhe asaj ne i kalon shumë pikpyetje. Po, unë jem ullë dhe kom folë me ta, kom bisedu, normal kom desht pak me dalë edhe në pozitën e sajna, e kom mirë kuptu shumë, se gjitha jemi femna. E qartë. Edhe i kom thonë që qysh do kofshin senet, normal që dhe une jam në përjetimet e tua, dhe une jam, ashtu si une qysh njëna keq, dihesh edhe ti. Dhe me thonë kom pas shef edhe mja ditë dhimë të nasaj, po edhe mu të një të nku, se në rast që është puna që ashtu që unë e menoj, normalisht që dasht e pa dasht na jemi veç viktim në këtë rast. Dasht e pa dasht. Edhe i kom thonë qysh ka qenë puna kur më keni bërë që me dalë ta mënë kështu të me këshur qysh është puna ma thellë. Në kohën kur më keni adoptu, e kom pytë qysh ka ndodhë rasti, qysh ka ardhë ideja për më adoptu mu. Zdi tha ashtu të një ditë për një ditë, veç ta kom e adoptu një vajzë. Ndërsa unë tha, nuk i kam folë 2 javë për këtë vendim. Që mori dhe? Normalisht i çdo grua, nështë keq me thonë, po normal edhe unë është si shakon të kej pas 4 djemë shpi, nuk isha dosh nështë asune me adoptu një fëmi. E qartë, të kuptoj. Edhe tha 2 javë dita nuk kom folë, tha po prap, tha që shtu ta më ka marrë, tha mu, edhe më ka thonë me nënshkru për gjitha dokumentet e nevojshme që për më marrë mu, edhe tha, edhe unë për pys, në kohën kër më keni marrë, që shumë keni marrë, a ka pas aty njerës shumë, a keni dalë në gjyq, a do isha me ditë kejtë, tamam. Po, të dije se si të kishin birsuar. Po, tha shumë njërë zyrtare disi, tha, vishtë më tha, ka orë, tha, babica jo, infermierja, ka prunë, tha, ty, tha, në krah, ja ka si tha babit, tha, dhe babi ka qenë shumë i gëzuar, tha, di. Prej asaj kohe, e të tje normal, më ka prunë shpi, edhe që shumë ka të regu, normal ka ndodhë krejtësisht pa dëshiren e gruas e ti. Por, ajo kishte bizetuar ndonjëherë me burrin pse ky vendim ka që shpejt të pisonte një vajzë? Se, dalë. Shumë mirë që po më pyet se ka njerë po më hupë, më falë. Tha, kër e kom pyet unë për ty, kër e pyetësha, se normal që të dyshimi, si krejtë të femnat na që kemi atë dyshimet të tona, intuita jonë, kër e kom pyet, nuk më ka përgjigj, kur edhe rreth çështjes tënde, dhe me thonë. Nuk i ka dhonë përgjigje konkrete, tamam se që shukon historia jem, apo qysh ka ne kam prind, qysh ka qenë historia jem, e tjera. Dhe me thonë nuk ka dhonë përgjigje konkrete. Së një këmë thonë, e këmë pyt, thash, a e ke pyt i babin herë për këtë çështje? A vëdin se ti më ki rrit, normal të ka pas bërç me të regu. Apo kupton? Po, e qartë. Se dhe ti më ki rrit me dëshira apo pa dëshirën tonë, ti më ki rrit, po tha jo, nuk ka dhënë kur përgjigje për rastin të babi. Se mendova që ti është fakti që ai kishte vetëm djem dhe kërkonte një vajzë dhe mund ta ketë birsuar. Por ju mendoni që nuk ishte nevojshme që ajo familja të birsonte fëmijë ku 4 fëmijë i thollën vetë në jetë. Plus kushtet e dobta. Dhe kushtet ekonomike të dobta, jo fort të mira. Po. Jo fort të mira, jo kanë qenë shumë dobta asoj kohe, sepse 4 vlezër dhe vetëm një rrugë e babës. Nuk mendoj që i ka lind dëshira veç ashtut, sepse edhe për me birsu një fëmijë, mendoj që duhesh me pas pak gjendjen ekonomike të mirë. Edhe prandaj komendu gjithë për dyshimin tam. E dashur Vlora, ti fole me nënën tënde për dyshimet e tua që ndoshta babai mund të ketë dashur një grua tjetër, më ka sjellë mua në jetë. Ja the këto dyshime, fole hapur me të? Domethënë edhe ajo vetë dyshonte këtë gjë? Po,
Po, ajo normal e ka dyshu prej kur unë ka marrë mu, apo kupton? Po ndoshta edhe ka prit ditën kur unë ka marrë rritë edhe ka me pas njëjtin dyshim si ajo. Edhe kemi bisedu, po unë menoj që pak e vret që ky sen ato. Pak e vret, edhe ndonjëherë nuk po du m'ia dhon shumë atë dyshimin që e kam tamam. S'po du m'ia dhon atë bindjen që e kam se Vlora, unë të kuptoj, ti nuk doj që ta lëndosh, por ajo e ka patur burr dhe më mirë se ajo nuk e njeh askush. Nëse ajo ka dyshuar se ai mund ta ketë tradhuar, të ndihmon ty për të mësuar të vërtetën e jetës tënde që Po, ajo e dyshon, ajo ka thënë, ka thonë për babin gjithmonë që ky ka qenë asoj kuaj, dhe me thënë, i ri, ka dalë, apo kupton, e din, si çdo grua që e di për burrin e vet. Po, unë menoj që kënej e dyshon, po kënej e vret realiteti. Apo kupton, nuk të me pranu realitetin. Dhe me thënë se... E qartë, ajo e di që ti ke nisur kërkimet, të ka thënë që gjeje nënën? Po, më ka thënë, Biles, ajo është më kurioze se sa unë për me ditë. Kush është nëna jote biologjike? Kush është nëna jam biologjike, por unë mendoj kështu, sepse nuk kam qef ky rast, nëse është diku afër, kam qef shumë më rujt privatësia, sepse nuk kam qef me më kriju probleme. Familje. Pra ti nuk do që nëse unë arrit të gjej nënën të bëj publik sepse nuk do ta lëndosh nënën biologjike. Jo, nëse unë kështu të mendoj. Nëse kam rastin. Është drejta jote, është plotësisht drejta jote. Unë uroj dhe shpresoj që ta gjej nënën tënde, dikush të më ndihmoj për informacione. Por e dashur Vlora, dua të pyes, vëllezërit kanë qenë më të mëdhenj se ty. Normalisht po. Me ata ke folur? Ndoshta ndonjë sekret babai ka ndarë me ta? Jo, nuk ka ndarë babai im sekrete me ta. Mendoj që ndoshta ka ndarë me vlezër apo ku i di unë, por që edhe nuk don kërkush me shti therrën, që shtojnë na populli i Kosovës, therrën kom shnosh. Edhe ndoshta dikush don më tregu diçka, po nuk don që me marr veshun për dikujt. Ndoshta dikush thot ma mirë ta kuptoj të vërtetën vet kjo. Që mendoj që unë e dina keq, apo unë e bona keq, po unë jam shumë e përgatitur psikikisht, emocionalisht për këtë sen, se qysh nga mosha 11 vjeçare, jam u përgatit, ja s'ka. Të më thëmë jam shumë e përgatitme për çdo sen. E qartë, të kuptoj. Po. Por ti dyshon se vlla i babit apo ndonjë motor e babit mund ta dikte histori, por nguron të flasi dhe të tregoj ty të vërtetën. Ashtu e mendoj, nashta edhe po hin në gjyna, po ashtu e mendoj. Ashtu e mendoj, normal. Mendoj unë. Pse nuk e ke marrë guximin të flasësh me ta? E ko marrë guximin, normal kom fol me xhaxhain, jo me hallat, po vetëm me xhaxhain. Po disi, nuk e di, xhaxhai normal ju ka thonë gjithve që nuk është e vërtet. Ky sen që keni të mendu ju, po prap unë kom pas prap dyshime edhe te xhaxhai. Po thjesht menoj që xhaxhai nëse nuk tregon, unë nuk jam sa për të madhe, sepse nuk dëshiron që djemt e vllaut të ti, pra të vëllezërit e mi, t'i shoh ashtu në konflikte familjare, ku i di unë, sepse po tjetër rasti diku afër, normalisht që asu nuk i kisha pas dëshirën që të bëhet rasti i ashtu i madh. Jo, sepse e njoh, dhe me thënë nënën që më ka rrit, e di se qa kish mujt me bu ajo, e di se qka kish mujt me bu vlezrit e mi, apo në rast që është rasti është diku larg, unë isha kon shumë më e lumtur, se sa po tjetë afër, edhe nështë ta muj me dhoni mesazh të mirë që çdo kush që është në pozitën tem, me luftu për këta, për të vërtetën e vet, për identitetin e vet. Se besoj që çdo kush e ka drejtë me ditë. Ti mendon se rasti po të ishte larg do ishe më i lumtur, po të ishe afër e ke kuptimin që ndoshta mund të ke ndodhur brenda
rrethit tuaj. Rrugullit familjar. Dhe kjo do të lëndoj. Jo, shiqo, sa i përket lëndimit, unë tash edhe ma herët, unë jam përgatit shumë për këta. Unë nuk kam dëshirë mu lëndu tjertë, do me thonë nuk kam dëshirë me bu konflikte, sepse të e pas parasyshe e një familjen që unë im rrit aty, nuk kam dëshirë që ata, me atë person që unë e mendoj, që mund tjetë, aty bëhen shumë konfliktet e mëdha. E unë jam të pas parasyshe, unë jam njëri shumë pasur, të kisha dosh probleme, nështë edhe mu të kisha mujtë i bo problemet e shtyve sanë. Zemër, duhet të them diçka. E qartë, e kuptoj shumë mirë mesazhin që po jep në këto momente. E dashur Vlora, duhet të them diçka. Kjo është një histori shumë e vjetër, që ka ndodhur përpara shumë viteve, konkretisht në 2000-shin. Nëna jote i bie të ketë ngelur shtatzan dhe të ka sjellë ty në jetë në 2000. Patjetër, po. E dashur, kudo që të jetë nëna jote, qoftë larg, qoftë shumë afër teje, ajo që besoj unë duhet të lumturoj ty dhe vëllezërit e tu është që të kanë motor për babaj dhe keni gjakun e njëjtë. Patjetër, normalisht që kish me qenë një gëzim i dyfisht si për mu, si për ta, por të pas parasysh për nënën që më ka rrit, për atë nuk mendoj që... Nuk do që të lëndohet nëna që të ka rritur, e kuptoj, do jetë e rëndë për të, nëse zbulohet kjo e vërtet. Jo dhe për atë, sepse ndonjëherë dush me mendu, ka njëherë mërzita me veten që nuk e mendoj veten, nuk e ko mendu kur veten, duke i mendu tjerët, po thjesht të regova dhe më herë të pas parasysh këta që janë shumë gjatë nxehta, shumë edhe nuk kam qef kërkujna me shku mi azon derën, me një farë fjale, me shku mi azon derën edhe me nxerr probleme njerëzve. E dashur Vlora, këto janë dyshimet që ti ke, por e vërteta nuk dihet aman. Normal, vërteta nuk dihet, por dyshimet e mia janë, qëndrojnë. Unë dua të pyes, në dosjen tënde, kur ti e ke hapur, çfarë ke zbuluar? Si e ke pasur emrin? Në dosjen teme, të me thonë ditarin, shonike Vlera. Vlera, po, Vlera, dhe ta kanë bërë Vlora. Po, ma kanë bërë Vlora. Në një dokumentacion, kur kom pas gjetë në një letër, ma herët, tashmë nuk e kam duket në dorë, nuk e di se ku shkojnë Kosovë, i kam dokumentet kështu tamam, që në rast që asi ti dërgoj. Po, në moment që të më duhen do mi dërgosh, po? Shënojke, e di që ka qenë një mbi emër Gacaferri, Vlera më duket po, Vlera Gacaferri, e kthyrë në Vlora Gegaj tashmë. Kupton. E kuptova. Ke marrë ndjemin e familjes, sigurisht ku ke ndryshuar dhe të kanë ndryshuar emrin nga Vlera në Vlora. Por emri mëmësisë ishte i shënuar? Jo, do me thonë emri, çdo dokument që e kom këshyr, një pas një nuk ka qenë kërku hiq. As emri, do me thonë i babait, as i mamës. Jo. E dashur Vlora, nga gjitha informacionet që kam unë për historitë si puna juaj të ndodhura në Kosovë, pjesa me madhe e nënave shkonin dhe lindin në Prishtinë dhe fëmijët, ato nëna që nuk mund t'i rrisin, i linin dhe i braktisin në spitalin e Prishtinës. Pa. E vërteta nuk dihet, ndoshta babai jo... Edhe shënojke, më falë që për ndërprej, edhe shënojke Pejë. Vendlindja? Pejë, shënojke, e di që gjatë ditarin ka shënu Vlera, pastaj Pejë, diçka me Pejën. Sepse edhe Gacaferri, menoj që ka shumë Pejë. Atëherë, nëna jote mund t'jetë shumë larg. Suarekës. Po. Mund t'jetë në Pejë, dhe mund t'jetojë atje dhe ndoshta ajo ka një tjetër histori që s'mund ketë lidhje fare me babain tuaj, që të rriti. Po, në anën tjetër, për e mendoj, them, këto çka unë e dyshoj, mund të ketë ki tjetër sen, ki tjetër rjetë, dhe me thënë nuk ka të bëjë me këto çka unë e dyshoj. Në momentin që i kom pa dokumentin, kom thënë, ndoshta nuk ka lidhje me këto çka unë e dyshoj, ndoshta është fare larg. Kupton? Në momentin që e kom pa mbi emrin, lidhje me Pejën, Prishtinën, kom thënë ndoshta është larg. Dhe nuk ka lidhje me historinë e familjes. Dhe nuk ka lidhje me, po. Me historinë e familjes ku u rrite. E dashur Vlora, historitë janë të njëjta, si në Shqipëri edhe në Kosovë. Shumë nëna që dashuroheshin, që mund të braktiseshin nga partnerët, shtatzën, familja që nuk i pranonte, të detyruara t'i lini fëmijët dhe të vazhdonin një jetë dhe këto histori gjithnjë janë mbajtur sekret. Unë jam i sigurt që
nëse nëna juaj është nga Peja, ajo është martuar dhe e kanë mbajtur sekret brenda 4 mureve të shtëpisë familjarët, sepse ishte turp që të merresh vesh që vajza kishte lënë një fëmijë. Këto gjëra ndodhin akoma edhe sot në Shqipëri. Por nëse unë do të nis kërkimet për historinë e nënës tuaj, na dhe disa detaje shumë të rëndësishme tani në fund. Këto janë shumë të rëndësishme, pej, mbiemri që ke pasur, vlera e emri jote që kthye në Vlora, këto janë detajet më kryesore. Nëse nënën tënde do ta kishe përballë, siç më ke mua sot. Në momentin e vështirë. Çfarë do i thosh? Nëse e ka mundësinë, nëse ajo nuk dëshiron më thonë mu shpjegim për këtë histori, atëherë unë nuk i kam bërgjë asaj, mbetet ajo më pas bërgjë mu, po dëshira e më është edhe nëse ajo nuk don këtë takimin që kam unë me ty, kështu edhe nëse nuk don në video call me fol me mu, vetëm kisha dashur vetëm një ditë kush është, çfarë emri ka, çfarë mbiemri ka, a kam familje, a kam vëllezër, a kam motra. Këto, krejt çka po du me ditë është nuk jam njeri për me bo probleme, thjesht unë jam njeri shumë pastor, edhe vetëm po du me ditë kush është nëna jem, a kam vëllezër, a kam motra, kaq. E çka do i thoja, nëse ajo do pranon të fliste kështu me mu, sikur ti, besoj që do ja thoja fjalët më të mira që ekzistojnë. E dashur Vlora, unë uroj që ta gjesh nënën sa më shpejt. Sot e prezantove tek mua, unë do të nis kërkimet për këto të dhënat që kam. Uroj që të kesh motra dhe vëllezër, uroj ta mësosh të vërtet dhe të jetë një e vërtet që të lumturoj, jo të lëndoj. Ta uroj me zemër. Kështu që ta uroj me zemër të takohesh me nënën. Mirë, Vlora, do mbetemi bashkë në kontakt, të përshëndes nga Tirana e dashur. Faleminderit shumë për teje, për interesimin tonë edhe që ma ke kthy përgjigjen shumë shpejt, edhe inshallah do Zoti kena mja dalë. Amin, mirupafshim. Përqafime për ty. Edhe unë të përqafoj, mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Urojmë dhe shpresojmë që zonja që solli një jetë Vlorën, i ka vënë emrin fillimisht Vlera, por kur u birësua, familja birësuese ja ndryshoi duke i vendosur emrin Vlora të qytetit sonë të bukur këtu në Shqipëri. Uroj dhe shpresoj që ajo zonjë që dyshohet se mund të jetë nga Peja, mund të na ndjeki, mund të njoftohet, të marrë guximin qoftë dhe në rrugë private të më kontaktoj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet këtu poshtë ekranit. Uroj që nëna e Vlorës të na ndjeki, të na telefonoj dhe kjo vajzë, kjo nënë e re, më në fund të mësoj kush është dhe nga vjen. Uroj dhe lutem që Vlora të gjejë nënën e saj dhe uroj dhe shpresoj që të gjithë që na ndoqët në këtë live do na ndihmoni me informacione. Mirë, edhe njerë faleminderit që më ndoqët, nëse ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni dhe uroj që ditën e sotme të marr informacione për Vlorën. Faleminderit miq, takohemi nesër, mirupafshim.